Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi ishte i pranishëm gjatë kësaj të hëne në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali për një leksion të hapur me studentët e Departamentit të Drejtësisë. E pranishme ishte edhe rektori Aurela Saliaj, si dhe pedagoge student jo vetëm të drejtësisë, por edhe të Fakultetit Ekonomik. Profesori asociuar Dr. Sokol Sadushaj ishte i shoqëruar nga bashkëshortja e tij gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Jurisdiksionit të Përgjithshëm Tiranë, Edlira Petri, e cila është edhe gjyqtare e mediave pranë kësaj gjykate. Në takimin përballë studentëve, kreu i Gjykatës së Lartë tha se një jurist duhet të ketë përgjegjësi, ndershmëri, kurajo dhe ndjeshmëri ndaj drejtësisë. Sipas Sadushit, një jurist i mirë formohet edhe nga mënyra se si ai përdor dijet e tij, ndërsa drejtësia sipas tij duhet të jetë transparente dhe me më shumë besim tek qytetarët. Asnjë reformë nuk ka sukses pa një kulturë të re juridike që nis nga auditorët dhe universitetet, tha profesori asociuar Dr. Sokol Sadushaj, kreu i Gjykatës së Lartë. A mjafton të njohësh ligjin? A mjafton të dish dispozitat? A mjafton të zotrosh teknikën juridike? Apo profesioni juristit kërkon diçka më shumë? Karakter, përgjegjësi, ndershmëri intelektuale, kurajo dhe ndjeshmëri ndaj drejtësisë. Unë besoj se përgjigjja është e qartë. Juristi i mirë nuk formohet vetëm nga ajo që di, por dhe nga mënyra se si ai e përdor dijen e tij. Drejtësia sotme është një drejtësi në dinamik, një drejtësi në lëvizje. Ajo përballet me pritshmëri të mëdha publike, me kërkesa për shumë eficiencë, më shumë cilësi, më shumë transparencë dhe më shumë besim. Sistemi ynë i drejtësisë ka kaluar dhe vazhdon të kalojë procese të thella transformimi. Reforma në drejtësi ka ndryshuar institucionet, mekanizma kontrolli, karrierë gjyqësore dhe standarde përgjegjësie. Megjithatë, asnjë reformë, sado e rëndësishme të jetë në nivel institucional, nuk mund të ketë sukses të plotë nëse nuk shoqërohet me formimin e një kulture të re juridike. Kjo kulturë nis këtu, në auditor, në universitet, në mënyrën se si studenti mëson të lexojë ligjin, të kuptojë konfliktin, të ndërtojë argumentin dhe të respektojë të vërtetën. Prandaj drejtësia nuk fillon vetëm në gjykatë, ajo fillon shumë më herët. Fillon në mënyrën se si formohet juristi. Fillon në raportin që ai krijon me dijen, me etikën, me përgjegjësinë dhe me pushtetin që i jep profesion. Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushaj pati edhe një mesazh drejtuar të gjithë studentëve, ku sipas tij në formimin e mirë të një juristi kanë shumë rëndësi dhe vlera: dija, integriteti dhe përgjegjësia. Drejtësia nuk është vetëm institucion. Drejtësia është edhe kulturë, edhe karakter, edhe përgjegjësi njerëzore. Institucionet mund të reformohen me ligje, procedurat mund të përmirësohen me akte dhe teknologjia mund të rrisë shpejtësinë dhe transparencën. Por drejtësia e vërtet kërkon njerëz të formuar mirë, të ndershëm, të përgjegjshëm dhe të aftë për të mbajtur peshën morale të profesionit. Ju jeni në fillim të këtij udhëtimi. Kjo është një mundësi e çmuar, por edhe një përgjegjësi që duhet marrë seriozisht. Nëse arrini ta ndërtoni formimin tuaj mbi dy shtylla, dijen, integritetin dhe përgjegjësinë, atëherë nuk do të jeni thjesht jurist të diplomuar. Do të jeni profesionist që i japin kuptim drejtësisë dhe besim shoqërisë. Dhe ky, në fund fundit, është misioni më i lartë i çdo juristi. Bashkëshortja e kryetarit të Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit të Jurisdiksionit të Përgjithshëm Tiranë, tha se çështja e besimit të publikut tek drejtësia është një sfidë për vetë sistemin e drejtësisë. Nuk mund të rria pa ardhur në Vlorë. Profesor Sadushi ka bërë disa takime në disa universitete, po në Vlorë nuk mund ta lija vetëm. Vim bashkë, ai ka origjinën nga Vlora, kështu që unë ndihem edhe unë tashmë një vajzë Vlora. Në gazetari thonë që nuk ka pyetje të këqija, ka përgjigje të këqija, kështu që jeni të lirë, ju nxis, ta vini profesori në vështirësi dhe t'i bëni të gjitha pyetjet që u vinë në mendje. Çështja e besimit të publikut te drejtësia është sfidë për çdo sistem të së drejtës. Mirë, po në Shqipëri kjo shifet në kontekstin aktual që ne kalojmë. Dhe me vërtet që mbetet një nga diskutimet më serioze. Të gjithë kanë rol në këtë mes. Duke filluar nga gjyqtarët, nga gjykatat, të cilët do duhet të jenë të ndërgjegjshëm për impenjimin që duhet tregojnë për ta mbajtur dhe për ta mbrojtur besimin. Ne nuk na pëlqen të themi për ta fituar, se mendojmë që e kemi neve.
besimi nuk duhet konsideruar i mirëqen. Kështu që na takon neve, është ajo që dhe tha profesori, për të bërë atë që zakonisht themi që drejtësia jo vetëm duhet bëhet, por edhe duhet të duket që bëhet. Pra individi që shkel në sallën e gjyqit duhet të ndihet i dëgjuar. Shpesh herë për shkak të ngarkesës ndodh që gjyqtarët jo për të shkelur ndonjë të drejtë, por ndoshta me qëllimin e mirë për të bërë sa më shumë punë, nxitojnë. Shiko, bjeri shkurt, se e kuptuam. Kjo bjeri shkurt, thënë një njeriu që mezi ka pritur të vite salla e gjyqit dhe të dëgjohet, sa do i drejt jetë vendimi që merr gjykata në fund të ditës, nga pikpamja juridike, atij qytetarit, sidomos nëse humb gjyqin, do t'i ngelet në mendje mënyra se si u trajtua. Ai nuk u dëgjua, ai do dali dëshpëruar. Në gjithë botën ndodh që individët i humbin gjyqet. Dhe askush nuk gëzohet kur humb një gjyq. Gjithë mërziten. Po kjo duhet ndodh. Nuk duhet ndodh që një individ të humbas gjyqin dhe mos ta zë gjumin natën me idenë që gjyqtari u korruptua, që gjyqtari nxitoi, që gjyqtari nuk e dëgjoi dhe mori një vendim të gabuar. Më pas, kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi dhe bashkëshortja e tij gjyqtare, Edlira Petri, ju përgjigjen pyetjeve dhe interesimit të studentëve të Fakultetit të Drejtësisë dhe jo vetëm, të pranishëm në këtë leksion të hapur.